Besimtari në çdo sukses shem mundësi për përmirësim. Njerëzit në dështime i kërkojnë mundësitë e përmirësimit. Në sukses, të lamna çapshe. Në suksesi nuk hap shtek për përmirësim. Jo, apëtën. Besimtari në kur me sukses thotë estakfirullah. Pse? Ka mujtë më mirë, vazhdojmë të jetë më mirë apëtën. Andaj çdo ngritje, çdo shkallë, çdo arritje për besimtarin është një shtek i ri për me bëu më mirë. Ai gjithmonë është më i mirë. Nesër është më mirë se sot. E sot është më mirë se dje. Është në përmirësim të vazhdueshëm. Andaj përfundimi i punëve me estakfirullah, nuk kupton përmirësimin e vazhdueshëm. Dhe mos u kënaq me sukses, mos u kënaq me arritjet momentale, por vazhdo me qenë gjithë më i mirë, më i ngritur, më i pasuruar me vepra, me dija kështu me radhë. Innahu kana tawwaba. Apo flitet për ndihmën e Allahut, apo flitet për çlimin, apo flitet për ngritjen, për keqto, apo flitet për keqto, apo emëruesi i përbashkët i krejt faktorëve që mundsojnë këtë është kthimi tek Allahu xhallahu ala. Pa u kthy tek Allahu xhallahu ala, s'ka as përmirësim gjendjes, as ndryshim, as ngritje, as ktheu tek Allahu xhallahu, që ajo është piknisja e çdo ndryshimi. Piknisja e çdo ndryshimi është më kthy tek Allahu te ala. Më kthy tek Allahu me pendim, më kthy tek Allahu me adhurim, me sinqeritet, ktheu tek Allahu xhallahu ala.